Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në të komunikim me media nga shtëpia e futbollit. Jemi këtu sot me trajnerin e kombëtares U21 Alban Bushi, I cili do të flasë për përgatitjet e kombëtares përpara dy ndeshjeve miqësore që do të realizojë kombëtarja U21 ndaj Hungarisë në datën 5 qershor dhe ndaj Turqisë në datën 8 qershor. Një informacion shtesë se cilin besoj e keni marrë edhe nëpërmjet kanaleve tona është që listës i është shtuar, i është bashkangjitur edhe portieri Simon Simoni. Do të fillojmë me pyetjet, Sabina. Përshëndetje, Sabina Meter të Sports. Alban, përshëndetje, pari suksese për këto dy miqësore. Mes miqësoreve dhe kampionatit evropian, në çfarë faze është ekipi kombëtar U21? Si paraqiten gjendja e skuadrës, e ekipit, e lojtarëve? Përshëndetje. Ne jemi akoma në ndërtim të ekipit U21 me datën 2004-2005 për Europianin 2027. Mendoj që çdo herë marrim lojtar të ri, për shembull këtë radhë që kemi marrë 2 lojtarë të që s'ka qenë herë, është Enes Osmani, lojtar shumë I mirë nga Sparta e Pragës, është shqiptar I Maqedonisë, unë e falenderoj shumë që ai ka zgjedhur Shqipërinë, gjithashtu edhe Aidon Sheu, që është datë 2006, po lund me Hull City, lojtar shumë I mirë që na ndihmoi shumë. Është një ekip I ri, le të themi, ekip I ri dhe dita ditës do ndryshime edhe në strategji, siç po bëjmë në ndërtimin e skemave tona, po edhe në lojtar, sepse nuk është se ka një bollik lojtarësh në kampionatin shqiptar që mund ta ndihmojnë ekipin U21 për momentin, po jemi duke parë edhe në Europë. Bushi përmendet Aidon Sheun, por gjithashtu edhe Vela janë për herë të parë, çfarë futbollistë janë për ata që nuk I njohin? Vela është portier, ka qenë dhe me ne me datën 2005 në Arabi, në turneun që bëmë me U19 U20 në Arabi, është portier, ka cilësi shumë të mira, është një djalë shumë I gjatë, është premtues për të ardhmen. Kur Aidon Sheu është një mesfushor që ka kualitet, luan në Angli, së shpejti do të firmosë me Hull City me ekipin e parë, një lojtar që le të themi I ngjason pak Edi Barës në mesfushën e Shqipërisë, lojtar që vrapon shumë, lumë thjeshtë dhe mendoj që do na ndihmojnë në ndeshjet tona. Ndërkohë një nga lojtarët kryesorë të ekipit si Ermir Rashica, por edhe mungon, por gjithashtu edhe Ronaldo Toraj dhe Kevin Zefi. Çfarë ndodh aktualisht me këta futbollistë? Kevin Zefi për arsye procedurale, pas raportit nuk është bërë akoma, për këtë arsye jemi duke pritur, kurse Rashica është I dëmtuar. Kurse Toraj nuk është zgjedhur për arsye teknike ose taktike, le të themi nga stafi janë. Keni dy miqësore, tashmë e para me Hungarinë dhe më pas me Turqinë. Ju vetë keni qenë një futbollist që keni luajtur aty, e njihni dhe mentalitetin e ekipeve turke. Ndërkohë, çfarë emocionesh janë që riktheheni përsëri dhe tashmë zhvilloni miqësore në drejtimin e një ekipi? Si janë emocionet? Turqia dhe Hungaria janë dy ekipe shumë të mira, me një nivel shumë të lartë. Le të themi Hungaria është një ekip që luan, është pragmatist, është kompakt, luan një skem 5-3-2, janë shumë fanatik. Kurse Turqia është më kreative, le të themi në stilin e saj të lojës. Të dyja janë të vështira, por ne do shkojmë përfitore. Do shkojmë përfitore sepse për ne nuk kanë ndeshje oficiale, nëse për ata janë miqësore, por ne nuk është asnjë miqësore. Ne kemi bërë të qartë që unë në fillim që qytetin e parë të stërvitjes duhet t'japi maksimumin sepse pam shumë mirë me datëlindjen 2008, se çfarë niveli kishte Franca, Anglia, Gjermania, Portugalia, na dhanë një mësim shumë të mirë dhe tani duhet të punojmë shumë fort. Shumë fort jo vetëm ndeshje, por edhe në stërvitje, jo vetëm stërvitjet, por edhe stërvitjet e klubeve ku çunat luajnë, sepse ne do të zgjedhim gjithmonë ata më të mirët. S'kemi marrë 2 lojtarë për arsye sepse nuk kanë qenë shumë agresiv në stërvitje ose nuk kanë qenë shumë agresiv në ndeshje. Për këtë arsye nuk kemi grumbulluar këtë radhë. Kështu do të bëjmë gjatë gjithë kohës. Pra ai që jep maksimumin në stërvitje dhe ndeshje, ai do të jetë pjesë e kombëtares. Për sa I përket Turqisë, unë kam kaluar shumë vite atje dhe më pëlqen atmosfera, më pëlqen vendi, më pëlqen njerëzit. Kemi luajtur edhe herë tjetër me Turqinë, në fakt, kemi barazuar 2-2 ndeshje oficiale në Turqi dhe mendoj që do t'i rrafim si ata edhe hungarest, sepse mendoj që Turqia është ekip I mirë, po jo nuk është se ka shumë, le të themi, nuk punon me shumë strategji. Pra kultura turke është një kulturë komplet tjetër për sa I përket futbollit. Ata janë 80 milion, kanë shumë sasi, po edhe cilësi, po kur I shikon lojën, kur I shikon në statistikat e tyre nuk është se kanë bërë gjëra të mëdha me ekipet e moshave, pavarësisht popullsisë të madhe që kanë, kështu që nuk I kemi frikë fare si ata dhe hungarest. Kristo Thomara, do televizionin shqiptar, Bushi përshëndetje dhe suksese, sigurisht jo vetëm në këto miqësore, po edhe më tej në këtë aventurë të veçantë. Pyetja e parë,
ka të bëjë dhe me atë që ju e lidhët pak a shumë me kampionatin evropian të 17 vjeçarëve. Një nga çështjet që është diskutuar është mungesa e lojtarëve që vinë nga kampionati shqiptar në këto grumbullime dhe që mendohet se mund të jetë një frymëzim tjetër për gjithë ata çunat akademisë që luajnë në Shqipëri për të dhënë maksimumin dhe më tej. Ndërsa tek lista juaj shohim që janë plot 9 lojtarë që vinë nga kampionati shqiptar, madje njëri dhe nga kategoria e parë nga Polonia. Do të ketë një qasje ndryshe në këtë grumbullim tuaj, deri ndoshta jemi herët, por deri në evropian për të pasur sa më shumë lojtarë dhe nga kampionati shqiptar. Patjetër që do ishte shumë mirë kampionati shqiptar, se e kemi të lehtë, edhe i kontrollon më lehtësisht, sepse ne stafin e kemi komplet, stafi i Ustënjishit janë çuna që punojnë në kampionatin shqiptar me ekipin e kampionatit shqiptar, do të ishte më e lehtë për ne, por nuk është se ka shumë kampionati shqiptar. Edhe këta lojtarë që kanë marrë kampionatin shqiptar në veta, domethënë kërkojmë më shumë nga ata, sidomos ndeshjet ku ata luajnë edhe në stërvitje, po i kuptoj shumë mirë sepse intensiteti nuk është si duhur i kampionatit, le të themi, për të përballuar ekipet e forta jashtë. Ne luajtëm me Luksemburgun na mundën 1-0, ishte komplet një, domethënë diferencat ishin shumë të mëdha për sa i përket agresivitetit dhe intensitetit lojës. Si cilësisht ishim ne më të mirë se ata, qarkullim topi ishim ne më të mirë se ata. Por agresiviteti na bëri që të humbim ndeshjen, kështu që unë kërkoj më shumë agresivitet nga lojtarët e kampionatit shqiptar. Mendoj që është mirë, për sa i përket U17-s nuk është se e di trajneri dhe e vendos ai sepse e njeh më mirë situatën. Po ka lojtarë të mirë të kampionatit shqiptar që mendoj që mund të jenë në një tartme në moshat e Shqipërisë, siç janë lojtarët e Tiranës, Sergio Vogli apo Mihana, Marqeshi, lojtarë që janë cilësorë që i njoh. Në këtë fazë, pra 2 vite pak a shumë nga kampionati evropian, stafi teknik dhe ju jeni duke parë për ta zgjeruar listën apo për ta ngushtuar listën tani? Pra jeni duke u hapur për të gjetur dhe elemente të tjera apo jeni duke krijuar atë përqendrimin tek disa emra dhe që ata do të jenë pastaj përfaqësuesit tan në kampionatin evropian? Ne jemi në kërkim gjithkohës. Domethënë shumë kërkim jashtëmase, duke i ngacmuar, duke i kërkuar skautëve tanë që kemi në Europë. Po thuaj se një javë ne jemi në komunikim me ata sepse duam lojtar. Lista është, le të themi, nga kjo listë që ne shohim sot, mendoj që 7, 8 ose 9 lojtarë mund të jenë baza që mund ta përfaqësojnë ekipin. Lojtarët tjerë do jenë në konkurrencë me njëri tjetrin, edhe në konkurrencë me ata që do të vinë për të qenë pjesë e listës. Mendoj që kemi marrë lojtarë shumë të mirë. Enes Osmani, mbrojtësi majt, është herë e parë që vjen me ne. E ka maman çeke, babain shqiptar të Maqedonisë. Mendoj që do na ndihmoj shumë repartin e mbrojtjes, luan dhe winger i majt, po edhe mbrojtësi majt, një lojtar robust, lojtar që nuk kemi pasur në repartin e mbrojtjes kështu lloj lojtari, mendoj, as ekipi A, as shpresat, as moshas. Një lojtar shumë i shpejt, i mirë me topin, shumë fanatik, mendoj që do na ndihmoj shumë. Edhe ai Don Sheu që e thash pak më parë. Pra këtë grumbullim kemi marrë këta 2 lojtarë që mendojnë që do të bëjnë mirë. Edhe do jemi duke parë pastaj edhe në të ardhmen shtatorit, tetori, inshallah gjejmë diçka ndryshe. Dhe pyetja e fundit më lindi kur ju thatë që ne do shkojmë do ta mundim Turqinë. Dhe mua më kujtua Bushi lojtar që donte të fitonte çdo ndeshje, ndoshta edhe miqësore, ndoshta edhe në stërvitje. Dhe ndoshta është një Bushi që vazhdon me këto karakteristika personale. Si e transferoni ju tek lojtarët këtë grintën dhe dëshirën që të fitohet çdo duel dhe çdo ndeshje? Tani kjo është diçka, frymëzimi është natyrale dhe mendoj që e din shumë mirë ata që në momentin e parë që grumbullojmë, në momentin e parë që bëjmë stërvitje, pra është agresiviteti, intensiteti, personaliteti që duhet kemi dhe vetbesimi për ta mund kundërshtarin, pavarësisht kush është kundërshtari përballë. Pra, me këtë filozofi ecën e gjithë stafi jonë në 21-shit. Tani, ne jemi me këmbë tokë, le të themi, kur me ekipet mëdha, po gjithsesi pse mos fitojmë. Pra, ne pam ekipin U17 që luajti kundra Francës, 35 minuta i bëri shumë të mira, ishin shumë kompakt. Pastaj mungon e cilësia, le të themi, sepse ata ishin më cilësor se ne bënin diferencën, por ne duhet kemi vetbesim, na mungon vetbesimi dhe personalitetin në fushë. Kur humbim një ndeshje, e humbim vetëm për këtë arsye, nuk e humbim për arsye të tjera. Unë mendoj që edhe kundërshtarit, edhe Franca dhe Gjermania dhe ata njerëz janë, kanë më cilësi, kanë më kualitet, por ti kur je i përqendruar, i fokusuar gjatë gjithë grumbullimit në stërvitje, ti mund t'i mundësh ata. Mund t'i mundësh sepse i kemi mundur, me thënë drejtën. Kemi mundur Hungarinë për 8 minuta, për 10 minuta i bëm 3 gola në Elbasan Arena. Një ekip jashtëzakonisht i fortë, kemi mundur Zvicrën, 2-1, një ekip jashtëzakonisht i fortë. Pra, ti mund t'i mundësh kundërshtarit. Le të themi nga 10 herë mund t'i mundësh 3 herë, po kjo 3 herë do jetë tani. Faleminderit.
Faleminderit për kjo ishte pyetja e fundit, faleminderit për pyetjet. Kombëtarja U21 do të fillojë sot grumbullimin në Durrës edhe më pas në ditën e vazhdim do të udhtojë drejt Hungarisë ku do të përgatitet edhe për ndeshjen e parë miqësore.